Përveç krijimtarisë së saj të veçantë, çka e bën të veçantë, është tjetër edhe pasioni për vrapin që e ka, që jo rallëherë merr pjesë në gara, por që tash ka marrë pjesë edhe në një garë tjetër që është e përmbushur apo e kompletuar me shumë sfida brenda saj, dhe patjetër duhet me i kalu këto sfida. Muaji maj ka filluar kështu me sukses, me çujt dhe me plot sfida për meritën. Ka filluar në Poloni, pastaj krijimtaria e saj ka arritur edhe deri në Cannes, 10 fustane nga ajo kanë shkuar atje në festivalin e Cannes, duke u veshur nga personalitete më me famë botërore, të cilat i kemi parë duke kaluar në tapetin e kohës. Tash ne do të diskutojmë meritën së pari për vrapimin spartan dhe kuptojmë se çka është dhe çka përmban në vete, pastaj dalim edhe te krijimtaria e bukur. Mirëmëngjes, Meritë, se na erdhe. Shumë kënaqësi që të kemi këtu. Faleminderit. E ishte në Poloni, apo jo, që shkalove? Kom kalu shumë mirë, se fillimisht e kom pas një farë stresi, 21 kilometër, 30 pengesa, nuk është bash lehtë, edhe pse 21 kilometër për herë të parë kom bo në Kosovë, një zbic, edhe shumë vështirë e kryva, po shumë u lolla, kështu që e kisha një farë stresi, po si duket ka qenë se një ditë ma herët nuk kom qenë mirë me shëndet, edhe kur jom qunë mëngjes nuk jom dorzu, kom shku me bo një stenishin, edhe mandej mendojsha që 21 kilometra dhe 30 pengesa, shumë vështirë, po ja dola, normalisht gjatë me përkrajen e Arianitit, se ato krizat kër i komune, jom lodhë, hajtë se dhe pak edhe, se po thëmë një 6 mujtë e fundit, do me thonë kom qenë shumë engarkume edhe me punën teme që e bëj, edhe me ushtrimet shumë ta që i kom bo, do me thonë kom ushtru ma shumë se zakonisht, edhe asë nuk kemi udhtu, që shudtojmë na në për vendet ndryshme që na mungoj kë shumë, po Arianiti o majtë shumë mirë. Se i kishim ato krizat. Ta është përblimin jo të miradës, pas gjithë kësaj pune. Edhe i kishim ato krizat që unë edhe prej lodhjes të madhe, se në më thonë, mbi ke 9 herë, ka një herë edhe 11 herë një javë me ushtru që është shumë, plus gjatë ditës që në prej mëngjezit dhe imra prej ushtrimeve shkoj punë teme që duna me punu, edhe dhe më thonë, kritë 6 mujtë e fundit nga kanë shku qëtu shumë, po konë qaj Arianiti që më ka përkra dhe kër më ka ra, më ka jip nervoza edhe lodhja e kreto konë qaj Arianiti, hajdajtë se dhe pak e u krye qëtash, kërë se më thonë prej nëntorit i kom bo 3 koleksione, si duket është edhe sporti që ma ka dhonë inspirimin edhe forcën, ma ndena krit para kësaj gare që ishtë Spartani, une dusha mirë gadit fustanat për miqu për festival të Cannes, normal që është një farë lloj stresi dhe ka qenë hera e parë për mu që kom marrë pjesë në tipit kutë, se ma herët nuk është që jom angazhu edhe jom i kom prija saj punës, unë funksionoj fokusu shumë ta jo pjesë. Edhe po tash stafi të uzgjonu edhe nejse kemi qenë kontakt me stilista, edhe më thonë krejtë qëto sende ka ndollë para Spartanit, ma ndë jom nisën Spartan, edhe mba Spartanit kër jom këtysë normal që e kini farë stresi, edhe kush po del të pitë, kuqa po del Fustanit, qysh po del, apo del mira ju, ashtu, edhe mba Spartanit me thonë dolen dhe të fustana që jom vesh, në të pitku që ka shumë më ka bo për shtypje që një fustan 4 herë o vesh, njajte, kështu që të nas kishë ndodhë kjo. Jo, e vërtet. Edhe unë do ashta me së qaru edhe pak këtë pjesën e fustanëve që shkën. Po, ma dhe jom edhe 2 fustana tjerë, ka 2 herë që jom vesh, kështu që u qudita kure posh, se të na jo. Jo, të na jo, shumë e vërtet. Dështë ka ndodhë shpesh herë dhe ndodhë, po nuk është unë edhe i kom përcilë shumë kush sa fustana pjeveshën, po ta shkurisha bet pjesa asaj. Po pa tjetër që ke dasht me ditë rezultatën në qësh po del. Qëndrojmë edhe pak të gara, unë po e shët që nuk pas ka qenë as pak e letë, edhe sfidat nuk pas kanë qenë veç me kalu një grup apo ditë qka e tilë, pas kanë qenë
sfida. Po, gara ka A pak qenë një minutar caktuara diçka e tillë? Jo, qëre, është një farë, si për shembull të përtetor s'mundesh me kry. Është në një kohë e caktuar. Deri diku, po. Na jemi ushtru shumë për këtë garë, do me thonë, qka ish problemi që na dhe qëtundeve edhe dileve kemi dalë ngërmi me bo vrap, e kemi trenerin që na ushtron është Leonard Bobani shumë i mirë, unë atje dhe i besaj shumë se me këtë moshën teme të ngritja e peshave të disa sende, normal që unë pak friksona dhe plus që kom pas punën e shëndetit, a gudzoj, a zgudzoj, ajo është pak ma ndryshe, duna me pas pak kujtes. është profesionist në këtë aspekt. Po, është shumë i mirë, edhe jo veç mu, po kritë grupi ka rritë shumë sukses të mirë, edhe do më donë që këto ushtrimet që i kena bot pa ndalshme, kam pas sukses. Po thamë që le që veç s'kemi u thu kërka, po edhe vikendin e kemi pasun edhe qëtundeve kom ushtru, kështu që gjysa e medalës i shkon Arianitit edhe gjysa mu. Por si do qofte për pjesën tjetër të punës edhe ti njëkohësisht në anën tjetër këto janë reciproke. Edhe ju e mbështesni Arianitin qoftë për ato udhëtimet që i ka zyrtare, qoftë për punën që e bën edhe pasionin që po ashtu e ka për biciklete, motociklete, gjitha këto. Aje s'diskutohet. Po normal, po e mbështet njoni tjetrin, kështu që këto janë reciproke edhe bëjnë një lidhje edhe ma të mirë. Për sa minuta kalove, për sa orë, cila ke sfida ma e vështira? E kom kry për 5 orë e 19 minuta, se tereni ka qenë shumë i vështirë, ka qenë shumë të nelze, edhe ma ndekë normal që kërë ki shumë të nelze, ki dhe shumë të porze, dhe që ka une normal që isha shumë ma e kujdeshme për mos mi lëndu gjojt, se më isha me kry dhe ma shpejta, po ma ndina kisha basë ngecje, me vazhdu me njerë ushtrimet, unë e kom kry për 5 orë e 19 minuta, po e kom kalu shumë mirë, asë një lëndem, jo veç unë, po dhe kritë grupi. Dhe thot ka pas edhe pjesëtar tjetë për i Kosovës që ka shku, nuk e që jemi na një grup, do me thonë, që tu ku ushtrojmë na me Leonard Bobani, një grup i crossfitit që ushtrojmë, na jemi disa veç që ushtrojmë për Spartan. Fillimisht ata kanë shku në Sloveni e kanë bo Spartanin, në par 21 kilometrshin, unë s'kom qenë, se kom qenë Japonin qatë ko. Edhe mandejna ka qenë në Greqin sport, atje kemi marrë pjesë, unë në Greqi e kom bo 10 kilometrshin, edhe ta shumë Poloni 21 kilometra. E qka, këta tjerë, dhe më tonë, unë e kom bo vetëm 21 kilometr open, këta tjerë i kam bo për 2 ditë, trifekta quhet, e kam bo ditën e parë 5 kilometra edhe 10, edhe ditën tjetër 21 kilometra që ka qenë shumë sfiduse. Shumë e vështirë ka qenë, po krejt e kanë kry shumë mirë. Kështu dhe prej tjerve për me pasë që shpo kalone apo i kalonin krejt këto sfida? Ka pas do të të me regula me... Edhe shumë strikt kanë qenë, për ste për me. Barë, unë kom qenë open është ma e letë që mundesh me të ndimu. Barë këtu nuk ka qenë, po unë që ashtu e kom mendu, edhe unë pëse s'kom shku në age group, ka qenë që është një mur 2 metra e diçka i naltë edhe duesh me ka përcy, përshka kësha ti murit se shumë i tutna. Tu dhe nga lartësia. Edhe kër po mbrija aty të pika e murit, po ma pja bëjta, shka është denimi? Tha, jo, s'ka denim, do që s'ka denim. Thash, unë s'mu me kalu, tha disfalifikosh, qysh? Tha, po jam shë, unë jam open, nuk jam age group, se ata që në age group që ishin që i kam bu për 2 dit, ata e kam pas traken e kuqe. Na open, jam shë, që me e kom traken e zit, të kjo disfalifikosh. Edhe pse tjertë e kam... Nuk e di as vetë shumë. Nuk e di, qëtash me mështi me bonë, nuk... Po aty edhe më andina më kapi edhe një stres shumë i madhë, mos për zona, për lëndona, që ato e kisha problemin matë madhë. Edhe po vrejt që ka qenë balt, e rëzëkshme për me shqit koma, për diska shumë a e letë për me ndodhë incidente. Koha ka qenë me shi, edhe ta shtinë se cilin pënges që je kap, je dash më konë shumë e kujdes shumë me shëshit, so është edhe naltë, edhe mund është mëzu, sidomos unë më dash me pas shumë kujdes mësë për lëndona, diqka, që ma dhe kom shumë afshtirë. Rikuperime, është pak ma. Po, mirë ka shku krejta, edhe këto pengesat, kur s'mundesh, mi boj ki dënimin, kështë që dhe dënimet janë shumë të vështira. Qka kanë mujtë me qenë dënimet? Dënimet është, ose qënë t'i shka randë, edhe silësht,
ose qti me bo vrap ma shumë, ose bëm bërbisa ka 30 ki. E pra më do kreta në qatë lodhje, 30 do të krejt që tu shumë. duhen përgatitje para proket që të regoj edhe Merita që dhere në 6 muj ka punu intensivisht për këtë garë. Normal që në 6 muj me vjetona që bëj crossfit. Po, ajo nuk diskutohet në këtë procesi. Spartani është një lloj gare që duhesh me pas forcë. Nuk është hajtë veç për shkoj për bëj, se ka për shamull ushtrojnë për fitness, bojnë ushtrime, kreta, po është që duhesh me pas forcë. Po më vjen mirë që ka përfundu me sukses kjo gare edhe me njëherë u ktheve, a pate ku me procesu që ka ndodhi atje, a me njëherë kalove të këfusanet? Jo, atje ma ndej më këthy këto, dhe në basi që më këthy, në basi një dite, a dy që se disë po më kujtohet, ka fillu mandena veqë festivali i Kanit, ku aty jom prezentu 10 fustana, 10 veta i kam vesh fustanat e mi, tërgova dhe ma herët që disa fustana jonë përserit, që më ka bo për shtypje, se nuk është që ma herët... Dhët i njëti person, apo një person tjetër e ka vesh fustanën e një? 4 veta të ndryshme e kam vesh një fustanën e një. Dushta e ka ndolla e për çdo vjetë, po une nuk është që e kom për cilë edhe... Ka raste kur i shojmë edhe në tepit kuq edhe në raste në ceremonit të tjera që mundën, do shta nuk e dija e bëjnë me qëllem, apo ndodh pa hiri, që shtemi do thët pa qëllem, që dojali me fustanët të njëta, po si dhe të qoftë, marë parasysh atë mendësin që e kemi ne as vetë nuk e veshëm fustanën e njëtë në ceremonit të ndryshme. Po që ato dhe teshta me cikë që këtu të na nuk ishë ndodhë. Nuk ishë ndodhë. E vërtet, për ndryshe kreacionet, do thët krimtaria shumë për më pëlqen, shumë të veçanta, a mund është me nga të regu pak, nëse po ishe edhe në LED apo edhe në ekran atje, po? Që ki fustani është që o vesh 4 herë, dhe o vesh për disa manekenkave të reja, që unë kisha desht me cek të të na që po më pengon shumë, edhe po në mundona një farforme mi eduku të reja, është fustan, është pak transparent, po nejsa jo që është transparent, dikush që zdo me vesh këtu të na, mundesh po... Qep një material tjetër. Edhe kur veshin maturantet dhe jau propozojsha këtë fustan, hezitojshin, nuk kanë ngutësim, se janë mësu një farë stili krit njësaj. Me ndajtë në korniza. Po, krit njësaj dhe jo në po du me gur, edhe kjo është me gur, po është fustan që do këtë ma kull, ma nuk do kështë sinuse. E problemi ma i madhë, mu që më do këtë, që është të mramet e matur që po shkojnë me fustana si të nusëve që veshën të për darsma. E kështu që mundona mi bind, ka disa që shumë edhe i bindi, po ka dhe tjera që nuk i bindi. Në këtë rast, unë nuk e kuptojsh, në shpesh shkojmë tek një profesionist të caktuar, për shkak se unë nuk jam dizajnatore, këtë rast unë du t'i besoj Meritës, që nëse shkoj afrom të Merita, ja besojnë punën, nuk do të vetë Merita, edhe tek dizajnatorit të tjera, pak të në marim këshillën, kjo ndodhë edhe me profesionet tjera, e tirim arkitektin, po thojmë jo se që shtu del ma mirë, na buëm pak ma arkitekt se arkitekti, ose dalim në profesionin e tjetrit, e kjo është ndë njerë ma e fështirë për shkak se dikush tjetër, varësisht për profesionit, mundet me ditë pak ma mirë se na, qka përna shkon, ose që ato të deshta me marë shembul se pëllom të rejave duhet me undru pak. Duhet me undru se nuk e di në ato mramit të maturës, kur po shkojmë në vetë, bëj fustana për mramit të maturës, po nuk e di na jemi ndo një darsëm, a ku je që mu shumë për nga, edhe pëse duhet më kondi qysh si krejt një saj. Po. Shumë e vërtet. Jo, e keni shiku prej largë, nuk ishe në kanë? Jo. Të dërgun foto e pe live, diçka e tilë? Po, normal, që se cili foto, që se cili fustan që o vesh, neve nga kanë raportu, dhe nga kanë arë fotot, dhe kemi qenë në gjarje për se cilin sen. Shumë të bukur për ndryshun e po ashtë edhe një që ishën edhe 2 të tjerë të zi, një po ashtu me gur, sa ku të mur krejt prej fillimit dhe në fond realizimi i një fustanit të caktuar, për shambull. Po, këto fustana kanë qenë të përzime prej koleksioneve, dhe me thonë. Ka qenë koleksionit fundit, edhe ka qenë edhe një prej një koleksionit ma për para. Dhe me thonë, ta shumë në kur e marë me bo koleksionin, kur nuk muj me matë
për sa bëj kohë e pikërisht për bëj, këto. po se ndërkohë dhe na vim porosina, dhe kemi sende tjera me bu, ma dena kur s'mundesh me orti me matë një fustan, për sa kohë e bën se ka gjithë diçka punë dore, që punën e dorës është shumë vështirë me matë me orë, për sa kohë bëhet. Kështu që kur nuk e di se... Edhe pikërisht për këta fustane nuk e nis direkt të ape bëjt se këme që unë kanë, po ke bu ka që në krimtari të shduk që ja bilen me qua tjerë. Unë i kom bu koleksione, ma ndena pri koleksioneve që i kom pas, i kom dërgu fustane. Tash po përgatitesh për një koleksion të radhës? Jo, ja kom nisë për kërqysh me përfundu. Se është tash pak problem, mramit e maturës ishin, ma ndena jonë vela që dërzohen për darës, ma vi që kam fillu mu dërzu, qysh ma herët, kërë që po thamë stresin që e kom pas para Spartanit me fustanat e mramis maturës, me velat, me fustanat që kishë mu dërku në kanë, këndena ishë stresi i garës, po më do këtë që... Stresin e kelona atje, ke hek në aktivitet. Po, e kom menagju mirë. Qka është trend për këta fustana? Qka ndërtha nga kështë këshilu? Si gros, si vajzat reja? Për me vesh gjatë këtëre ditë, dhe si misafirin e një dasën? Unë për shambull, tash që kom po koleksionin e fundit, ka qenë kretë me fustana dësi. Ndoshta ka qenë ajo pse kom bo ideja me fustana dësi është edhe ajo nostalgjia e viteve 90-ta ku na shumë imi vesh ze. Dhe ka qenë shumë në trend, po me thonë që edhe tash është shumë në trend, dhe ideja e me ka qenë që me qenë kretë një kolekcion me fustana dësi. Kështu që Shamull të nga thonë, jo me fustan zi, nuk banë me shku në darë, së më të ditë, kush i familjet. Po, kërësisht, e zeza veshët më shumëte. Po, nuk do në me thonë, nuk do me thonë. Qo se ti ndi është mirë në qatë fustan edhe në qatë ngjyrë, nuk do në me thonë. Sa i shie që është fustan ose me ndo një shkëlqim nuk është fustan si për vdekje që veshët, po është fustan për gzim që veshët. Kërë që veç na e kena një farë teorie. I dalon gjyrat për kudhe, se të patën të bardë mos me e vesh në dasën? Jo, të bardë, jo, normal. A është unë e barë se cilja nuse që martot kodin e veshët si a kisha të faktu. Feks me shujt e ftesa më saroni. Merit uroj që edhe koleksionet e tjera me të shku sa ma mirë që është e mundshme, për ndryshe të uroj për këto suksese edhe për këtë punë të paljashme që po e bën. Edhe uroj që me pas ashtu edhe një pushim sa ma të mirë. Me gjithë ku me bu një pushim apo një them ku do qovë. Po shpresoj, falemderit shumë edhe juve. Gjithashtu edhe ty falemderit për kohën, shumë knatësi që biseduam bashkë. Falemderit. Ne tani do të kalojmë tek receta e Lindës, e mësojmë një recetë shishme të shëndetshme dhe rikthehemi përsëri në studio.